Në një intervistë për median britanike The Guardian, kryeministri Rama ka kritikuar planin e Mbretërisë së Bashkuar për ngritjen e qendrave të kthimit për emigrantët në vende të treta, ndërsa ka folur me optimizëm për rrugën europiane të Shqipërisë. Është një nga ato gjëra që 10 vite më parë nuk mund të imagjinohej, që Britania të kërkonte vende për të hedhur emigrantët. Fakti që kjo po ndodh, tregon se vendi ndodhet në një gjendje shumë të errët. Rama deklaroi se Shqipëria nuk ka qenë dhe nuk do të bëhet pjesë e ndonjë skeme për shtrëhimin e azilkërkuesve të refuzuar nga Britania, duke theksuar se refuzimi i kësaj ideje është bërë qartë që më herët, edhe gjatë bisedimeve me Boris Johnson apo Rishi Sunak. Ndryshe nga kjo qasje, marrëveshja me Italinë për qendrat e përkohshme të emigrantëve është justifikuar nga Rama me lidhjet e veçanta historike mes dy vendeve. Italia ka qenë gjithnjë aty për ne, që nga dita kur dolëm nga ferri të qenit Korea e Veriut e Europës. Kur Italia na kërkon diçka, ne themi po, pikë. Kryeministri Rama nuk i kurseu as komentet për rolin e liderëve ndërkombëtar në këtë proces. Ai theksoi se agresioni rus në Ukrainë dhe prania e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë kanë zgjuar Europën nga gjumi gjeopolitik.